Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku jemi sërish së bashku me mua Tyron Alilin në kanalin Monitor TV. Këtë herë për t'i dhënë vëmendje disa videove që në fakt janë bërë shumë publike në rrjetet sociale. Disa faqe të pa autorizuara me emrin Gjesti, Egli Tako, fansa të zjarrt të çiftit kanë dhënë dy video që kanë bërë dy krahasime. Në fakt, unë jam munduar të hulumtoj 2 ditë me radhë edhe të zbuloj në fakt se ku janë bërë këto video. Fillimisht duken video me prapavit të njëjtë edhe me patjetër që çifti menjëherë ka hamendësuar që videot janë bërë në të njëjtin vend. Edhe unë kur i pash për herë të parë, dyshova dhe mu duk gjithçka e njëjtë. Të lutemi shfaq videot të tregojmë për cilat videot bëhen fjalë. Okej, po iki unë i qik më këtej. Do të thënë janë këto videot. Gjesti këtë video ne ka bërë për lajmërimin që ka bërë për festën e datës 6, do të thënë të ditës së nesërme që do të jetë i ftuar në Pej, afër Pejës, në fakt në një diskotek afër fshatit të tij, dhe Egli ka bërë këtë videon tjetër. Prapavia duket e njëjtë, siç do të thënë duket që është bërë në balkonin e shtëpisë të Gjestit, por unë arrita të hulumtoj, edhe në qoftë se ju hulumtoni para se të nxirrni të gjitha videot edhe para se të informoni publikun, do ta kuptoni se ku janë bërë këto video, ku janë regjistruar këto video. Videoja e parë, i cili është Gjesti, është regjistruar ke shtëpia e tij, do të thënë në balkonin e shtëpisë së Gjestit. Para shtëpisë ka një balkon shumë të madh, edhe ka një dritare shumë të madhe, do të thënë është regjistruar në balkonin e tij. Ndërsa videoja e dytë është regjistruar në Studio Star në Shqipëri. Është kjo videoja, t'ja ul zërin se do ma kapën muzikën, bëhet fjalë për këtë video, ja ku e keni. Studio Star Kreation e ka faqen, e ka bërë këtë video, këtu ka qenë dhe Danja, janë në të njëjtin vend. Këtu ka qenë dhe Olta Gixhari, do me thënë është studio për vetulla, kur bëri vetullat Egli, nuk është e bome si video tani. Studio Star i ka bërë një xhirim për të reklamuar vetullat që ja ka bërë Eglit. Do me thënë, Egli nuk e ka bërë këtë videon në balkonin e Gjestit, po të hulumtoni dhe të studioni në rrjetet sociale në Instagram, do ta kuptoni që Egli, muaj më parë, do me thënë menjëherë sa doli nga Big Brotheri, ka nxjerrë këtë videon. Do t'ua tregoj pak se më duhet të afrojmë te kamera, ja ku e keni. Kështu do me thënë, ka nxjerrë këtë videon, ja ku e keni. Dhe kjo videoja që ju shikoni, kjo videoja këtu është e punume në këtë studio, do me thënë videoja është e bëme në këtë studio. Nuk ka fare lidhje me shtëpinë e Gjestit. Unë e kuptoj publiku dezinformohet sepse ka faqe që dezinformojnë dhe që nuk i studiojnë lajmet, që nuk i analizojnë lajmet, që nuk pyesin për lajmet, edhe japin lajme të reme sikur Egli këtë video e ka bërë në balkon të Gjesti. Kjo është një video shumë e vjetër, nuk është video e re, do me thënë është video që është bërë menjëherë sa Egli ka dalë nga shtëpia e Big Brotherit, ka i kur t'i bën vetullat, para se të bënte këngën Jetë, në fakt është bërë kjo videoja, ndërsa Gjesti këtë videon tjetër e ka bërë në balkonin e tij, në shtëpinë e tij, në fshatin e tij, sepse Gjesti do t'jetë në fshatin e tij për ditën e Bajramit. Tani, ku e krahasuan shqiptarët këtë videon? Në momentin që u dëgjua zëri i Eglit edhe u faktua që Egli ka qenë në shtëpinë e Gjestit, do me thënë, atë ditë që u qesh, ajo është e vërtet që Egli është njeriu që qeshet në atë video. Egli është njeriu që qeshet, do me thënë, se është bërë edhe me programe, e kanë faktuar dhe programet këtë gjën. Shqiptarët e kanë vjedhur këtë video nga Instagrami i Eglit edhe kanë bërë këtë krahasimin. Dhe kjo është video e vjetër, ndërsa lajmi më i fundit që Egli dhe Gjesti kanë qenë ke shtëpia e Gjestit dhe kanë qenë bashkë, është momenti kur Egli qeshet te videoja dhe do me thënë zëri i Eglit vërteton, sepse Egli e ka zërin si të shterur, si të gërvishtur, si të thyer pak, do me thënë që është Egli dhe kjo është më se e vërtet. Ndërsa pikërisht kjo videoja
nuk është e bëme në shtëpitë e Gjesti, por është e bëme tek studio, siç e thash, domethënë, studio Star Studio Creation quhet në faqe, normalisht çdo njeri që shkon te kjo studio publikon klientët e saj, duke bërë vetullat, duke bërë make-upin e tjerë, se varet se për çfarë konkretisht është, po që për vetulla e di se është për vetulla. Do me thënë, nuk është një video e xhiruar në balkonin e Gjestit, dua t'u sqaroj dhe dua të qartësoj komplet publikun dhe prandaj e vura si video për të qartësuar sepse kam pas shumë mesazhe që Tirana është e ngjashme dhe unë në fillim e besova, por pasaj kur fillova të hulumtoj, sepse ajo litari në mes pak ma shtoi dyshimin tek fotografia që tek videoja, kur fillova të hulumtoj, do me thënë arrita ta kuptoj që kjo nuk është një video e regjistruar në shtëpitë e Gjestit, do me thënë në shtëpitë e Gjestit Egli vetëm është qeshur dhe ajo është më se e vërtet. Aty duhet bazuar gjithmonë, jo te këto të tjera sepse nuk janë gjëra të vërteta. Ne do të takojmë sërish së bashku, ju vazhdoni ta ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.